Në fundjavën që lan pas në Qendrën për Kulturë u ekspozuan fotografitë e fotografit të parë nga ana e malit të ndjerit Dan Xhurreta. Aktivistja, por edhe kryetaria e shoqatës Labeatet, Lulieta Avdiu Cura, e cila është edhe organizatorja e këtij aktiviteti, lidhur me idenë, deklaroi: Për ekspozitën e të ndjerit në fjalë, ideja më ka lind kur e kam kontaktuar familjen e Dan Xhurretës për t'i kërkuar një pjesë fotografive të tij për t'i vendosur tek pjesa e librit tim, pjesa e mini monografisë për ngjarjet e para, dhe familja, domethënë, ma aprovoi kërkesën, mi dha fotot dhe pastaj gjatë kohës unë reflektova dhe mendova që ky person që ka vepruar në kohën e tij ka qenë i vetëm në stilin e tij dhe meriton të nderohet dhe të kujtohet. Andaj unë mendova që në emër të shoqatës time t'ia realizojmë një ekspozitë. Se si i ka siguruar fotografitë për ekspozitë dhe për djegjen e arhivit nga vetë autori, Avdiu Cura shprehet: Familja e tij më ka dhënë, do të thotë, këto fotografi nga arkiva e tij, për fat të keq në momente të vështira sociale dhe shpirtërore, artistët e mëdhej kanë ndodhur që të dëshpërohen në momente të ndryshme dhe gjitha shkrimeve të tyre, për shembull, t'i binë vi. Ashtu ka ndodhur edhe me atë, nëse më lejohet ta quaj artist, dhe besoj që justifikohet ajo dobësi e tij, por megjithatë, sikur kishte qenë arkiva e tij e plot, ai do të kishte qenë Marubi i anës malit. Për mbështetjen në realizimin e këtij projekti, kryetaria e shoqatës falenderoi: Për të realizuar gjëra të mëdha duhet përkrahja morale, sepse të jep kurajo, por duhet edhe ajo financiare. Mua përkrahje më ka ofruar e para zonja Zana Holli Sarvan, pra si cila vepron tek ndërmarrja për veprimtaritë publike, po ashtu edhe kryetari i shoqatës Ana e Malit në New York, Ismet Kurti, më ka ofruar përkrahjen e tij dhe duke ju falendëruar këtyre dy kam arritur ta realizoj këtë ekspozitë dhe doktor Naid Draga, galerinë e Qendrës për Kulturë, më ka lënë në dispozicion dhe edhe atij dua t'i falenderohem dhe të tre këto meritojnë mirënjohje nga ana ime, nga ana e shoqatës, pa harruar edhe familjen e të ndjerit. Lidhur me jetën dhe punën e fotografit Dan Xhurreta, morëm edhe disa opinione nga persona të afërt dhe të njohur të fotografit. Në vitin shkollor 68-69 kam punuar në Kravar, edhe atëherë dënë në Sukobin shkoshe me motor, prej aty ecëshe ka Lamejt, ose ka Çapret edhe shkoshe në Kravar nel. Mirë po, në hyme të Çapreve e ka pas një objekt, një 10 metra katror me siguri 2 me 3, 2 me 4, asillojit. Mirë po, ai shpesh aty kishte korrentin edhe bante fotografit. Unë punoshe pas dreke, edhe kur u njitë që ai gjithmonë dilte në rrugë, shok gëzues, kjo arë prej larg, ndoshta s'ke pas kohë me hëngën as buk, kthe këtu, hajmi kashat buk bashk, vo kemi, buk kemi, edhe hajmë buk. Shumë ditë më ka thënë ashtu. Mandej me Danin, kur kam punu në Kryth, ka shpesh me na bën fotografi me nxënësa, edhe në qovë se për shembull me vleft sodit i bante 50 euro vleft fotografi, ai 10 euro i ndate, që thote me kolektiv, thote me marrë dhe një sok, ndo një kafe, thote me pi, thote prej me jetë. Qovë se ishte dhe një fëmi i vorfun, nep një fotografi, thote mos e nalni, thote edhe pa të holla. Nuk ka kënë i pritushëm, ka kënë i afërt me që thke. Pa dëshim Dajdani ka kënë fotografi i parë në Anë Malit, ai këtë detyre ka kry me pension, me plot dëshirë dhe me sukses të jashtëzakonshëm. Ai, kur ka punu në disi fotograf, na duna me di se ka punu në kushte shumë të vështira, jashtëzakonisht të vështira. Ai, me aparatin ti në ka shku gjithkund kam, prej katumit në katum, prej shtëpis në shtëpi. Edhe kështu, ai në gjë ka të regu se ai është i dhanën masaj, se e dënë atë profesion, edhe gjoja ma kryesore ka kënë si me atë gjo, ai i ka ndihmu popullatës. Doni, këtë zënate ka bon me vullnet, me qef, jashtëzakonshme me vullnet,
me pension, a i s'ka një lodhje kora din. Unë bash, si daj që e kam pas, ka jeri thoshe, si e njën vedin, si da mos ku shkote në kraj, kam, nuk e një, thote, nuk një lodhje. Kam qef adin me shku me i fotografu njerëzit. Dani nuk më të më logarit da i Dani si fotografi parë e anës malit, por a i duhet më logarit edhe si edukus i fotografisë, se a i ka shtitë njerëzit dashuni, se për para njerëzit nuk e kanë, së mos njerëzit në anë malit, nuk i kanë kushturën si fotografisë, ka thonë çana duhet fotografia. Dajdani ka qenë edhe patriot. Ai ka fotografuar edhe flamurin atë kur nuk ka qenë lejume, ose ka fotografuar nuset me vesh kombëtare, kështu që njerëzit e kanë, si me thonë, gjurmuar, kanë thirrur në përgjithësi e gjitha, ka pas peripetie din, domethënë nuk ka qenë kallaj. Përgjithësia i ka qenë njeri që i ka ndihmu këtij populli, jo vetëm me fotografi, por i ka ndihmu edhe me gjëra tjera, për shembull me veshje kombëtare, din e gjitha këto gjëra kanë si më thonë transparente, njerëzit kanë fituar dashuri ndaj tij. Me fjalë tjera, shkurtimisht me thonë, Dajdanin e kanë dashur gjithë njerëzit. Domethënë ai ka bërë, unë me thonë, një revolucion në këtë drejtim. Ka bërë një revolucion edhe jam i bindur që ai e meriton adin me kënë edhe më shpall me u dekuru mas vdekjes fotografi i popullit.